Policia kufitare në pikën e kalimit të kufitar Qaf Morin ka nisur hetimet ndaj dy shtetësve shqiptar, të cilët u kapën duke tentuar të fusin në territorin e Shqipërisë sasi nafte të padeklaruara të dyshuar si kontrabandë nga Kosova. Sipas burimeve zyrtare, bëhet fjalë për dy persona përkatësisht 25 dhe 30 vjeç. Njëri prej tyre është banues në Tropoj, ndërsa tjetri në Puk. Të dy akuzohen për veprën penale kontrabanda me madhra për të cilat të paguhet akcizë e parashikuar nga Kodi Penal. Ngjarja është konstatuar gjatë kontrolleve rutinë të ushtruar nga shërbimet e policisë kufitare dhe autoriteteve doganore në hyrje të territorit shqiptar. Gjatë verifikimeve, efektivët kanë ndalur një kamion që drejtohej nga 30 vjeçari dhe një automjet tjetër në pronësi dhe drejtim të 25 vjeçarit. Nga kontrolli i detajuar i mjeteve, policia ka gjetur dhe sekuestruar sasi nafte të transportuara pa dokumentacion përkatës dhe të pa deklaruar pranë doganës, duke ngritur dyshime të forta për tentativë kontraband me qëllim shmangjen e detyrimeve fiskale. Sasia e karburantit është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa dy shtetasit janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Materialet procedurale janë ofruar prokurorisë rrethit Kukës për kryen e veprimeve të mëtejshme ligjore dhe për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me një rast të izoluar apo pjesë të një skeme më të gjerë kontrabande. Policia kufitare dhe doganët bëjnë me dije se do të vijojnë kontrollet e shtuara në bashkëpunim me strukturat hetimore me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimeve të paligjshme përgjatë vijës kufitare të qarkut Kukës me Kosovën.